Hyrja e qytetit të Shkodrës tek lagja Liria sa i përket imazhit është e padenj. Bashkia ka ndërhyrë para pak ditësh me prishjen e disa objekteve, por ajo që është më rëndësishmja ka të bëjë me sistemimin e shpejtë të kësaj zone. Në gjendjen e sotme, situata është kaotike, duke filluar që me vendparkimin e automjeteve, depozitimin e mbeturinave dhe rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Një i ri i kësaj lagje, emigrant në Francë, thotë se kjo zonë duhet të kthehet në model për hyrjen e qytetit. Kërkoj me shtru tamam për smorit si me kenë, si në Europë, edhe ki po josh, për shembull, dalin fëmija me lujtu prej të zet në i makina, në i gjo, a kupton, ka rrezik sa dushtu, a kupton, po këtër me basi tip lëlishët me lujt fëmija, a kupton, i ta makina mos milani tu, se sa është vend për makina, a kupton, a i kush të me ilan edhe i len, po vend për makina nuk është, e mira është me shtru, me bata man, me lujt edhe fëmija, me pas i lëlisht, me net, lagjes, më ullë poshtë për shembull, me pi cigare, me nejt. Si në për pallate, në Francë për shembull, ke lezet në Francë, në Gjermani, i kanë pallate, i kjellë lëlishat për balë, i kjellë stolat. Ne kërkojmë këtë kërkojmë nësa mundësia, sa është mundësia për faliminez për josh. Bashkia Shkodrës ja kena kërku, ka vite që ja kena kërku, po kërkush nuk bën gjo. Të shi, ma qella vitiri, sholla ban zoti mirë. Por edhe banorë të tjerë të kësaj lagje theksojnë se ka ardhur koha që këtu të bëhen ndryshime të mëdha sa i përket hyrjes së qytetit, pastrimit dhe sistemimit të gjithë këtij territori. Duhet ndryshojnë shumë bilem. Qa është më prish, qa është më nëreq. Duhet. I kështu flasën e. Ma mirë nuk di me fol. Mu vazhdu, që ne t'jena t'lirësho. Një këto makine duhet mu heki her për këto. Çdo gjë me nëll, i djegje, i rrahe, i gja, këtu s'ke ku hin hiq, s'ke ku kalon, i njeri me dek, s'ke ku del. Që makinet i këtu, tani këtu, ku? Në si lajnë punë dhe me thënë zbarë, këpëtar. I kanë vu disa ato lambat në ndryqimit, gjysa s'ponon. Edhe këtu për shembull, që si është pistekë, ka kanalizimet më sanë. Lagje vjetër këtu mërë burë, dashe pa dashe njëri du të ashtymi a Shkodrës. Që si a ba mërë burë rruga, du të vi njës, që me kënë gërmalë. Në kuadër të lirimit të hapësirave publike, Bashkia Shkodër ndërhyrje edhe në këtë zonë duke prishur disa objekte dhe pritej që pas kësaj ndërhyrje të vijojë me sistemimin e plot, përfshirë pastrimin, kanalizimet, rrjetin elektrike e të tjera, por kjo fazë ende nuk ka nisur.